Përshëndetje të gjithëve dhe gëzuar ditëlindjen e 34 të Partisë Socialiste, juve që jeni këtu dhe gjithë atyre që nuk janë këtu të pranishëm, por janë pjesë e pandashme e kësaj familje të madhe politike. Kjo është një ditëlindje që bëhet e veçantë si rezultati faktit që vjen pas një fitoreje shumë domethënëse të Partisë Socialiste, një fitoreje e cila vjen me një përgjegjësi më të madhe se asnjëherë tjetër, për vetë faktin që u mishërua si rezultat një mbështetje më të madhe se asnjëherë tjetër për Partinë Socialiste. Dhe padyshim që ne nuk i jemi frikur, edhe sigurisht nuk jemi shmangur asnjëherë përgjegjësive që vijnë me fitoret, dhe kjo unë besoj se është arsyeja kryesore pse ne nuk lodhemi së fituari, pasi nuk lodhemi së ngarkuari veten me përgjegjësi dhe së reflektuari mbi çfarë mund të bëjmë më mirë. E natyrisht që shumë gjëra duhen bërë me patjetër më mirë në kushtet kur kjo fitore është e lidhur me një mandat besimi të jashtëzakonshëm për të udhëhequr vendin dhe për të anëtarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade. Nuk ka arsye më të fortë dhe nuk ka edhe domethënie më të madhe lidhur me përgjegjësinë se sa ky objektiv, i cili është një objektiv sa i arritshëm, aq edhe tejet i vështirë për t'u arritur. Është një objektiv sa i afërt, aq edhe jashtëzakonisht i lidhur me sa shpejt ne do jemi në gjendje të përmirësojmë çka duhet përmirësuar dhe të përmbushim çka duhet përmbushur.